I vetmi vend evropian ku ripat e sigurimit nuk janë të detyrueshëm. Përjashtimi dukshëm në Europë, cili vend nuk e ka bërë të detyrueshëm ripin e sigurimit dhe çfarë kërkon legjislacioni, ndërsa në të gjitha vendet mos vendosja e ripit sigurimit mbart dënime të rënda, me gjoba deri në 350 euro dhe heqje të lejes së drejtimit. Një vend evropian vazhdon të ndjek një qasje të ndryshme. Në pjesën më të madhe të Europës, ripat e sigurimit janë konsideruar si një masë thelbësore sigurie për dekada të tëra, me rregullore që synojnë të zvoglojnë rrezikun e lëndimeve të rënda dhe fatale në aksidentet rrugore. Në Europë, në fakt, kodi rrugës i rishikuar sqaron se shkeljet vlejnë jo vetëm për shoferët, por edhe për pasagerët. Konkretisht, një shofer që nuk vendos ripin e sigurimit do shkohet me një gjobë prej 350 eurosh dhe një pezullim të lejes së drejtimit për 30 ditë, ndërsa një gjobë prej 150 eurosh vendoset për çdo pasagjer që shkel rregullat. Përjashtimi evropian. Përjashtimi nga rregulli gjendet në Europën qendrore, konkretisht në Principatën e Monakos. Atje përdorimi i ripave të sigurimit për shoferët dhe pasagerët nuk është i detyrueshëm, pasi sistemi i sigurisë rrugore bazohet në parametra të ndryshëm. Kufiri veçanërisht i ulët i shpejtësisë, i cili në të gjithë Principatën mbetet në 50 km/h, luan një rol kyç. Autoritetet besojnë se shpejtësitë e reduktuara të kombinuara me kontrolle të rrepta të trafikut ulin ndjeshëm rreziku në aksidenteve të rënda. Reflektime dhe reagime. Pavarësisht se sa më sipër çështja vazhdon të nxjisë debat në Monako, shoferët dhe ekspertët e sigurisë rrugore theksojnë se edhe me shpejtësi nën 50 km/h një përplasje mund të jetë e rrezikshme ose edhe fatale. Siç nënvizojnë ata, zona e sigurisë mbetet një nga mjetet me efektive të mbrojtjes dhe përjashtimi i Principatës mund të rishqyrtohet në të ardhmen si pjesë e një strategjie më të përgjithshme europiane për sigurinë rrugore, shkruan CNN.